Hyrja e trupave rus në Kosovë më 11 qershor 1999 përmes pushtimit të aeroportit të Prishtinës, sipas diplomatit Çyluk Shinet, ishte pjesë e një plani serbo-rus për krijimin e një sektori të veçantë rus në veri të vendit, që do të çonte në ndarjen faktike të Kosovës. Uksini thotë se ky skenar u parandalua fal ndërhyrjes së drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes bisedimeve të fshehta të zhvilluara në Moskë dhe në Helsinik nga data 10 deri më 18 qershor të atij viti. Ai thekson gjithashtu se Europa në një moment të tillë konfrontimi të drejtpërdrejtë në Rusinë nuk ishte në gjendje të kontribonte realisht për shkak të mungesës së kapaciteteve politike dhe ushtarake. Këtë sipas Ukshinit e kishte pranuar dhe Fischer, ish-ministri i jashtëm gjerman disa vite pas përfundimit të luftës së Kosovës. Plani rus i 1999-s për ndarjen e veriut të Kosovës. Hyrja e trupave ruse në Kosovë më 11 qershor 1999, konkretisht pushtimi i aeroportit të Prishtinës ishte një përpjekje për realizimin e planit serbo-rus për krijimin e një sektori të veçantë rus në Kosovë, që do të nënkuptonte ndarje faktike të kësaj. Ky skenar penguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bisedimeve të fshehta në Moskë dhe në Helsinik, më 10 deri në 18 qershor 1999. Europa në këtë çast të konfortimit që i kërcënohej me Rusinë në Kosovë, nuk që në gjendje të kontribonte në pothuajse asgjë, pasi që asaj mungonte dhe i mungojnë edhe më tej aftësitë dhe mundësitë për ta bërë këtë, konstatonte Gjoka Fischer, pak vjet pas përfundimit të luftës së Kosovës.